Faleminderit për pyetjen e jona. Pa diskutim që dara e varfërisë në këtë vend shtërngohet para zgjithash nga rritja e madhe disproporcionale e çmimeve në raport me rrogat. Rritje kjo e cila ka si shkak themelor narko-euron dhe narko-shtetin. Por rritje kjo për cilën Partia Demokratike ka një përgjigje flak për flak për neutralizimin dhe zbutin e saj. Së pari, vendosja e minimumit jetik 200 euro për çdo shqiptar. Së dyti, heqja e TVSH-s ose zbritja e saj në 6% në të gjitha produktet ushqimore. Së treti, dyfishimi i rrogave dhe pensioneve me një politik agresive të rritjes tyre. Unë kam besim se me këto 3 masa, kjo darë që shtërngohet çdo muaj e më shumë në fytyn e shqiptarëve do mund të bllokohet dhe të lirohet.